Si pasojë e kushteve të vështira të jetesës, shumë shtëpia janë të rënuara, shumë shtëpia janë të mbyllura, shumë shtëpia janë të ndërtuara në kohën kur janë ndërtuar dhe tani janë të gjitha të kyçura. Fatkeqësi, sepse ky mund të ishte një vend i jashtëzakonshëm nga pikpamja e shfrytëzimit të turizmit, por është lënë në mëshirë të fatit. Atëherë, jemi duke udhëtuar për në fshatin Vinjall të Malësisë Kurbinit. Kemi ardhur nëpërmjet fshatit Skurej. Aktualisht jemi në fshatin Gallat, janë fshatra të vjetër të Malësisë së Kurbinit. Fatkeqësisht investimi infrastrukturor këtu është katastrofë, është gjithçka në mëshirë të fatit, një rrugë tmerrsisht amortizuar me kushte të tmerrshme. Njerëzit që banojnë këtu e kanë të pamundur që të vijojnë të jetojnë në një situatë të tillë ku nuk ka mbështetje dhe shërbim shëndetësor, ku infrastruktura rrugore është në mëshirë të fatit, ku gjithçka është e harruar nga njeriu, vetëm i ka mbetur historisë. Ne do mundohemi të shikojmë gjendjen në të cilën është lënë Malësia Kurbinit dhe të shikojmë kushtet e jetesës së disa familjeve që jetojnë në vështirësi të madhe.